Mirë se erdhët në këtë pjesë të programit, jemi në atmosferën e festave të nëntorit dhe sigurisht që ndjenjat tona patriotike janë edhe më të forta, aq më tepër kur këto i sjellin artistë të cilët gjithë jetën e tyre në fakt ja kanë kushtuar këngëve të cilat kanë mesazhe shpeshherë dhe goditëse dhe të fuqishme. I tillë është zëri që ka bërë goxha i honë në diaspor i Bekim Ibrahimit, i cili ka ardhur nga Zvicra sot në studion tonë. Mirë se erdhët. Kënaqësi Bekim. Faleminderit dhe suksese juve, emisionit dhe televizionit, shumë suksese. Faleminderit. Do të ndalim pak te karriera juaj, por edhe tek videoklipi i fundit që u keni sjell enkas për ditët e festave të nëntorit. Unë jam Skënderbeu. Jo, ju jeni Skënderbeu, çdo shqiptar është Skënderbeu. Kështu titullohet kënga. Videoklipi i bukur, i realizuar dhe në një bashkëpunim të parë tuaj me Edmond Zhulalin. Ashtu është. Është vetëm pak ditë më parë është publikuar edhe në kanalin tuaj në YouTube. Bekim, shumë suksese për videoklipin, për këngët. Më trego pak kur është realizuar, sa kohë është dashur për ta realizuar, dje me vajza të rinj, është xhiruar këtu në Shqipëri apo jo, dhe një pjesë edhe në Shqiptari. Në Shqiptari. Në Shqipëri natyrale. Po është një këngë që më ka marrë kohë për 2 vitesh. 2 vitesh. Sidomos teksti. Për tekstin kam bërë përpjekje me poetët që gjemë më të mirën të mundshme, se nuk është kënga ime vetëm e ime e para për Skënderbeun, po këngën edhe tjerët, po edhe mbrapa me do të këndojmë prapë për Skënderbeun. Kështu që mundum të gjemë një shprehje tjetër, një metaforë tjetër, edhe derisa një moment u bën 2 poetë që më bën këtë tekst. Janë angazhuar 2 poetë për tekstin e kësaj kënge. Janë Lindita dhe Johevida. Që ti falenderoj shumë, me që jemi të bashkëpunëtorët, pasandej kompozimin e kam bërë vetë. Për orkestrimin, masterizimin e falenderoj shumë Edmond Zhulalin, që ka bërë një punë shumë të mirë. Kjo është bashkëpunimi i parë me juaj. Edmond Zhulalin. Si ka qenë ky bashkëpunim? Fantastik ka qenë, shumë mirë. Deri tani, mos ta lëvdroj veten, ose punën tonë, se punën tonë domthonë vlerëson publiku. Tani bashkëpunimi i parë ka shku shumë rrjedh, shumë natyral. Si zgjodhe figurën e Skënderbeut për të shkruar, orkestruar dhe sjell një këngë këtë ditë festash? Po, për mua, I ke për gjithë kënduar më përpara shqiptarët. dhe figurave të tjera historike? Patjetër, jo kam kënduar. Shqiptare? Shqiptare, Ademia Sharit, Ibrahim Rugos, Gjak shqiptar, jam shqiptar, shumë këngë tjera, po dhe gjuhë shqipe kam këndu. Po, Skënderbeu është një figurë që gjithë shqiptarët, kudo që janë, 4 anët e botës, në mbledh Skënderbeu, pa dallim feje, pa dallim partije, pa dallim gjinie. Çdo shqiptar është një Skënderbeu. Kështu që, edhe në klipin tema është edhe aty një vajzë me shpat, kemi dashur me tregu se edhe gjini tjera, jo vetëm gjinia mashkullore, është vetë Skënderbeu. Tani do të them fjalët e Skënderbeut. Liri nuk ja solla, po gjeta në mes jush. Unë po them këngën e Skënderbeut javsolla tani, po Skënderbeun e gjeta të ju e të çdo shqiptar. Kudo në 4 anët e botës. Jo vetëm këtu në brenda Shqipërisë, në Kosovë, po gjithandej. Ku janë shqiptarët, është gjaku i shqiptarit dhe është Skënderbeu. Prej 4 dekadash këndon, prodhon këngë, jeton në Zvicër, nga Gjilani, nga Prishtina. Je një zë i njohur në diaspor, duke sjell këngë të cilat kryesisht kanë tematikat patriotike. Këto tematika lidhen me të qenit larg atë dheut, apo janë më shumë, le të themi, tematika të cilat i do diaspora dhe ju jeni përshtatur kërkesave të publikut? Nuk është se unë këndoj vetëm për diasporën, ose nuk është se unë mjef vetëm diasporën, ndoshta më shumë më njohin vendorët, po në diasporë kam bërë 20 ditë live muzikë, u vin nga live muzika. Këngët patriotike ndoshta neve na lidhin pak edhe me që jam me origjinë nga Gjilani dhe Prishtina, si që dim domthonë para 25 viteve kemi qenë luftë, edhe pse s'kam qenë direkt luftë, kam qenë para luftës domthonë deri në vitin 91, edhe për regjimi domthonë që kemi qenë presion, jemi bë, si më thonë, kemi shfaq patriotizmin edhe më shumë. Po. Edhe ndoshta edhe tani e shfaqmi edhe unë që jetoj në diasporë, na mungon tani shqiptaria dhe e shfaqmi patriotizmin më shumë. E shfaqni më shumë, e kam dëgjuar fakt dhe po është dhe vërtet ndoshta, që shqiptarët e Kosovës janë më patriotë, shfaqin më shumë patriotizmin sesa shqiptarët e Shqipërisë. E shfaqim se nuk jemi më patriotë, se është një 2 gjëra që duhet dalluar, se po e marr me shembull pak më parë para ca jave, ai ishte ai tubimi këtu te sheshi Skënderbeu. Po ishte në Tiranë, po mbush.
Kështu që shumica ishin nga Tirana, nga Shqipëria. Kjo do të thotë, dua të them se patriotizmi, ne kemi shfaq më shumë se neve na ka munguar. Po bëjmë përkushtim ato tilla, e shfaqni më shumë. Po, e shfaqmi, po. Më të plotë, më të fuqishme. Unë them, ai që e ka patriotizmin në gjak e ka, pavarësisht se ku jeton, në Tiranë, në Gjilan, apo New York, në Zürich. S'ka rëndësi vendi, ka rëndësi personi që ka ndjen. Kaq. Sa vite ke, Bekim, që jeton në Zvicër? 34 vite, në Zürich. 34 vite, që prej 90-s? 91. 91, që jeton andej me familjen tuaj? Me familjen, po. Kam gruan 3 fëmijë. 3 fëmijë? 3 fëmijë. Ata janë përfshirë në muzikë? Vetëm vajza për në moment shkon në shkollë të muzikës njerë në javë, në piano, edhe djali dytë ka fillu autodidakt, edhe tani javë kumilon vetë të zgjidhen. Me bashkëshorten jeni njohur këtej në Kosovë, apo? Jo, unë kam qenë Zvicër, kjo ka qenë Kosovë, pak në kohën e luftës jemi njoftë. Jeni njohur. Po dhe kumë silë pasan në Zvicër, edhe jemi mbartu. Dhe aty përveç se pasionit që ke për muzikën, me çfarë merresh tjetër në Zvicër? Unë e kam një biznes prap me muzikë. Një fjalë popullore thotë, unë shkojmë punë duke këndu dhe kthehem nga puna duke këndu. Se jam të ditën dhe më me muzikë. Me vegla muzikore. Me vegla muzikore. I marrë me vegla të viteve 70-80, antike, pak se loj antike, edhe i reparojmë disa vetë, disa i reparojmë tjerët, edhe i kemi për klientët. Për klientët të cilët merren me muzikë. Bekim, një jetë me këngës, po ashtu edhe gjithë pasionin tënd, gjithë jetën tënde kushtuar, dedikuar muzikës dhe kryesisht muzikës patriotike, dhe vura re që pjesën më të madhe të klipeve i ke xhiruar në Shqipëri. Të pëlqen më shumë të xhirosh në Shqipëri, apo ke gjetur dhe bashkëpunëtorët më të mirë këtu? Shifer, mirë që më bëre këtë pyetje. Vretë edhe të klipet e mija, të këngë patriotike, ku është dosh që të valvis flamuri, është vetëm një flamur që e kemi ne. Vetëm flamuri shqiptar. Nuk ka tjetër flamur, kështu që çdo shqiptar, kudo që është, e kemi vetëm një flamur. Tani, këngë ti kumë gjiru kryesisht ndoshta Shqipëri, për shkak se bashkëpunëtorët, edhe tematika e këngëve. Po edhe, si me thonë, për neve në ka mungu gjithmonë Shqipëria, se që vim këtu, që im diçka të pasbuluar, pa parë për neve. Dhe është më interesantë, kështu që më kanë thonë edhe shumë nga bashkëpunëtorët e kanë shkruar që i ambasadoru i më i mirë i promovimit të Shqipërisë në diasporë. Se dhe klientët që vinë të kunë, u javë të regoj shumicën e këngëve, thonë, wow, ku është ki vend? Shqipëria është. Wow, kër i shofin gjërat edhe që këmë bë këngë, do më thonë edhe në Bregdete, në Male, Kalaja, wow, thonë, sa e bukur që në këtë se kemi ditë. Pa dyshim, artistët janë ambasadorët më të mirë të promovimit të Shqipërisë, edhe në shumë dimensione. Po, përmes klipeve, përmes prezencës time, po dhe përmes qiftelisë, që e kam një qiftelin punën time që e mbaj, se nga ti kemi fillu gjithë, nga qiftelia, edhe luj pak edhe me qiftelia ato që dëshirojnë. Thërë, wow, thotë, shife një instrument, thotë, me ditela, qëfar tingullit bukur, thotë. Si ka qenë marrëdhënia jote e parë, ose kontakti jote i parë me qiftelin, veçën se është një instrument që ka përfajson në mënyrë. Unë qiftelin kam fillu muzikën në qysh moshën 6 vjeqare, dhe qiftelin e kam saju në moshën 6 dhe 7 vjeqare vetë. Nga furka e nenës, furka është ajo që leshi që bët peni, e ku marë edhe ku më saju, me 2 pej kështu, edhe ku më bë ling, së ku qiftelia. Edhe këtë e ka dëshmu, se shkru edhe një monografi, një liber nga Jafita, një punë 2 vjeqare, që do t'ja vja pasandej, ta keni libren edhe ati hala, motra e babës tem, hala jeme, është mbinë edhe 10 vjeqare, e ka dëshmu në intervjist, thot, po, thot, kujtot Bekimi qysh i vogël, thot, e mirë të furkën në lunë të thot me qifteli. Po ka qënë, të halishën talent ka qënë i gjakë, si të thuash. Po s'kish me ande, në të kohë isha i vogël, edhe mirë me lunë, kështu si fmi si lundre, kupton. Dhe nga i moment, dhe më thonë, kom fillu me qifteli. Fut në gjakë më shumë dhe pasioni për këngën. Ndërkohë, i Bekim ke studuar për mjekësi, apo jo? Po. Unë kam mbaruar shkollën e mesmit medicinës dhe një vjetë universitet, pasandej 91 ishë në rrethonat erthire që të shkoj. Në Universitetin e Prishtinës, apo jo? Po, Prishtinë, po. Edhe i kanë Zvicër. Se ka mbetur pengë që nuk e ke vazhduar mjekësin? Pa tjetër. U angazhove më pas në muzike dhe jetat mori tjetër drejtim? Po, se e kumë pasë pak si trashëgim, se baba e babës tem ka qenë mjek popullor.
Unë do shta si fëmijë, kom po gjithmonë duke rregullu muskujt, duart, mjek popullore, sa janë të vetë i rregullonte, do shta si fëmijë më ka inspiruar më shumë, do shta është trashëguar në gjendet e mia, kështu që medicinën e kisha shumë me dëshirë, po tani rrethonat edhe i kanë Zvicër, tani duhet mu sistemu, mu integru ati, nuk është e lehtë, se shkon me dur në gjepa, se thënë fjala. Ishte fillimi i vështirë për të gjithë në atë periudhë. Për të gjithë, po, edhe tani vazhdova me muzikë. Vazhdova me muzikën dhe nuk e ka dalë keq me sa shoh. Jo, a që vazhdo me muzikë, nuk i del kur keq, të paktën nga ana emocionale. Unë muzikën e baj për qef, e baj për art, e baj për publik, jo për ndonjë interes material. Nuk e baj, muzikën dhe shqyqyr që e kam domethënë këtë mundësi. Se tjerët e bajnë për punë. Një pjesë e madhe ka punë, a i ka tjera rrethona. Po gjithsesi, edhe nga aspekti financiar nëse e shef, ka fitim muzika që ti bën? Unë kam bën 20 ditë live muzikë. Po, shife më varet se ku je i sistemu. Jo vetëm në Zvicër, por edhe në diasporë, si këngëtari muzikës live. Po, në diasporë pra kom bë. Unë tani nuk jam i varë nga kënga, nuk e di se si janë rrethona këto 10-15 vitet e fundit me muzikën, me këto, domethënë me pagesa, me këto, po janë njerëz që jetojnë nga muzika, e bëjnë një punë, po. Dikush pak më mirë, dikush pak më ndryshe, po. Ndërkohë, Bekim, ti përveç muzikës ke shkruar një libër. Po, e kanë shkruar tjerët për mu. E kanë shkruar tjerët për ty, për jetën tënde. Është poeti, shkrimtari Ja e Fida, që është edhe shumë autori tekseve të mia. Ka bën një intervistë, monografi, mbi 4 dekada në artin e muzikës, ka bën një punë 2 vjeçare, 2 vjeç ka bën intervistë me mu. Po thuj se çdo ditë. Edhe akoma vazhdon, po mënyrë miqësore, s'besoj që do të vazhdojë ndonjë libër tjetër. Po jam shumë mik me ta dhe e falenderoj shumë, po është shumë monografi. Cili është kapitulli që ty të ka pëlqyer më shumë në libër? Po, çdo gjë më ka pëlqyer sa është e ime origjinale. I kam rëfyer ka shumë gjëra, ndoshta. Ke diçka pa ato që ke dashur të lexoj publiku? Atë që është reale, çdo gjë është reale. Poeti ka bërë intervistë për 2 vjeçar, çdo gjë e kam tregu. Edhe ndoshta është pak më veçantë ceki nga libri, ndoshta është periudha e viteve 90 kur është bërë helmimi i shkollave nxënëse në Kosovë. Edhe unë kam qenë, domethënë, po s'kam qenë i helmuar personalisht. Kishe një nxënës nga shkollat që janë helmuar. Domethënë janë helmuar 5000 nxënës. Është shkruar edhe kjo në libër. Si e kujton atë moment? Nga erdhi helmimi dhe ma rikujto pak si ngjarje. Domethënë, siç e thash edhe më parë se neve na kanë bërë thonë të shfaqmi patriotizmin edhe më shumë. Domethënë, është unë jam nga ajo gjenerat që kemi rezistuar fuqinë më të madhe ndoshta. Edhe në shkolla, domethënë në 90-ën erdhi momenti kur ato në ujë hudhën helm. Dhe ato nxënës që ka pi ujë janë helmu. Unë atë ditë kam qenë në spitalin e Gjilonit në praktikë. Pa ti u humbje jeta të nxënësve? Tani nuk kam shifra, unë mu flas për 6 nxënësit që kanë qenë shokët e mi dhe shoqet në klasën time, edhe ato kishin simptome 3 herë në ditë ose 5 herë në ditë a livanose ato, nuk më një frymë do. Unë isha në spital atë ditë dhe fillu nxënësat me ardhë, stinim që atë bënë mas mjekët, erdhën aqë shumë nxënës, sa i shtrimë në përbarin, atim park, dhe më thonë. Është të merë, kam qenë... Një prej ngjarjeve që ti e kujton dhe që është përfshirë dhe rrëfyer në librin. Po, në librin, po, do e lidhë një gjë me që jemi të helmime, ndashta. Është edhe shkruaj kjo në libër, se është reale, edhe pasandej gjithë të helmuarit, do më kishin simptome, kishin probleme me vështërsime, me frimarje, emocionale, psiqike e ndej. Edhe një moment në gjuhën sërbe, që kishmi lëndën sërbe, do më thonë në shkollë, të obligume, një në javë, edhe me një moment u alivanësën. Sa alivanës njëri, ranë gjithë tjerët. Edhe a i tha, shihi, gjuhën sërbe, se flasë vetëm shqipunë. Tha, shihi artistat shqiptarë. Nuk shkoj një lëndim, po u talë të thënë të i shifi artistat shqiptarë. Unë ngrita në kom, unë ngrita në kom. Edhe mbaja karikën kështu, me dora, e merë dëri këtu. Tha, qa donë ti? Thash, artist jam unë, se unë isha njërë që me qiftelije, me fisarmonika, këton, më fnin gjithë shkollë që isha me muzikë, thash, për artist jam unë, po unë shëndrojnë kom, thënë. Po këtu nuk janë artist, thash, ju i kini helmu. Po, skuq. Edhe merë dëri këtu, thash, provoje.
provoja më zbën diçka se e pa se e mbaja karikën me dorë. Kokë forcine e kemi pak. Shok klase. Jo, profesori. Profesori i gjuhës sërbe. E ju thonë të i shifi artista. Do më një helmun, në helmun, edhe u talnin. Qartë. Me shumë ngjarje të tjera të përjetuara prej fëmijëve. Për atë arsye, do më thonë, ne shfaqmi patriotizmi më shumë edhe dukemi më patriotë. Po si shqiptar gjithë jemi patriotë. E drejt. Bekim, sa këngë numëron në repertorin tënd? Unë i kam ndonë në 2 faza, ose janë do vetë këngët në 2 faza. Para luftën pas luftën. Para luftës Kosovës, do më thonë, kam 24 këngë. Edhe kryesisht 2 albume janë me këngë patriotike, se ishte ajo faza, do më thonë, luftës janë me këngë patriotike, edhe një është me këngë dashurie, ritmike, kurse tani nga 2020, po ata një pushim, do më thonë 10 vite, deri në 15 vite, 10 vite ishe larkë publikut, se ndërtova biznesin, ndërtova biznesin, se nuk ishte e letë, se unë ndërtova nga zero, fillova nga zero, ndërtova, sistemova, tani jam regull, nga 2020, filloj, pak para se të filloj pandemia, unë prapë u startova me këngë. Në këto 5 vite, po, këto 5 vite, 36 këngë. Po, gjitha me klipe, po, gjitha regjit i bëj vetë. Këngë voluminoze. Gjithka. Po, të pak të nuk e kam qëllimin që të tjetë kuantiteti, po tjetë kualiteti. Tani nga ana ime, ja maksimumin me gjithë bashkëpunëtorët e mi, e obi maksimumin. Projektet e arshme? Ke një këngë në duar? Po, pa tjetër, punojmë gjithmonë projektet e arshme. Për këtë vit do e mbyllim me Skënderbeu. Pa tjetër, mbyllja me bukur. Me bukur e vitit është për Skënderbeu. Po thua, do më thënë, këngë patriotike, këngë për vendlindjen, për figurat kombëtare, këngë për dashurin, pra i ke ndërthurë më së miri temat që... Po, unë i kapi këto tema, po do të këndoj, po e marrë shembull, nuk janë vetëm patriotike, po publikum ka thënë kështu. Thot Bekim, kur të shoh ti këngë patriotike, thot, wow, thëmë, çfarë patrioti. Kur të shoh këngën e dashurisë, wow. Se sa i dashur me këtë këngë. Unë futëm këngë, unë e përjetoj këngën, e përjetoj kompozimin, video, çdo gjë e përjetoj. Se për ndryshe nuk e bëj. Ç'mendim ke ti Bekim për muzikën që bëhet në ditët e sotme? Muzikës komerciale? Po tani, thash unë kam një fat që nuk varem nga kënga, të jetoj nga kënga. Nuk do t'i mbroj artistët në atë kuptimin, po me një farë forme do e them që njerëzit që jetojnë nga kjo punë, dhe më thonë, jenë sikur detyruar të bëjnë do gjëra ma komerciale, se ndoshta edhe nuk i funksionë ndryshe. Jo që i dojnë artistët, se në realisht... E do tregu. Po, e do tregu, se realisht artisti është pasqyrja e popullit. E drejtë. Tani, ne bëjmë, tani, nuk do të përjashtot se do të se ma kam bëhë pyjtën, pëse a din me këndu rep. Këmë thonë, nuk di, po, nëse kërkoni shumë, po do e bëj dhe një rep. Po këmë thonë, nuk do e bëj me repin e këtë reperve, se mu nuk më pëlqen tekstet. Në atë kuptimin fjale banale. Në muzikën që ti bën janë tekstet, mesazhet goditëse të tyre. Po, tekstet janë në atë kuptimin shumë banale, që karakteri jem nuk i pranon këtë gjëra. Tani, edhe videot e mija, se me këmë thonë shumë shikus, shumë klient, shumë adhurus, me simpatizus, me thot Bekim, të faleminderit, thot ty, se këngët e tua, gjithë këngët e dashurisë, lërim më patriotike, po dashurisë, thot, i shofëmi me mishët e tonë, me fëmijët e tonë, me gratë e tona, me vajzat e tona, edhe nuk turpërohemi. E ndjem vetëm shumë mirë se, më kanë thonë njerëzit, kanë ndonë dë njerë që për shkak dë një klipi, bodët klipit, thot, jemi detyru tiki nga dhoma, të shkojnë dhomën tjetër, se më vetë turpë nga fëmijët e mi, nga vajzat e mija. Unë, nga karakteri jem, unë nuk dua që klipin tem të shoh e shef vajza e me gruja e me familjarët e mi gjithë se shofin që ato të thënë vajza i me të qaj e shive babi. Unë të krenohem me anën tjetër kurse vajza i me të qaj. Ose dhe gruja ime, ose nona ime, ose akupton familjarët e mi, po edhe gjithë mishtë e mi, edhe gjithë ju pra, edhe gjithë ju medium, me gjithë ju një. Absolutisht. Faleminderit, ky është dhe një mesazh në fakt, për ato çka duhet jetë në fakt muzika. Unë falenderoj shumë që erdhe në Reze Diellit. Uroj shumë suksese me këngët, me pasionin dhe me projektet e ardhshme. Faleminderit ty dhe televizionit dhe faleminderit publikut. Faleminderit Bekim. Sukses edhe festa të para të bekuara për të gjithë.